Një operacion i policisë së Tiranës ka zbuluar një call center në kryeqytet, i dyshuar se përdorej për kryerjen e mashtrimeve kompjuterike. 4 persona, të cilët dyshohet se organizonin dhe drejtonin këtë veprimtari të paligjshme, janë arrestuar në flagrancë, ndërsa 49 punonjës të tjerë janë vënë në hetim në gjendje të lirë. Të arrestuarit janë identifikuar si Ernest Kurti, 28 vjeç, Amanti Jeshili, 21 vjeç, Elio Dyrmishi, 21 vjeç, dhe Mario Myftari, 19 vjeç. Sipas policisë, ata administronin aktivitetin ose drejtonin grupet e operatorëve që punonin në ambientet e call centerit. Sipas njoftimit zyrtar, specialistët e sektorit për hetimin e krimeve ekonomiko-financiare, në bashkëpunim me specialistët e sektorit për hetimin e krimeve kibernetike dhe nën drejtimin e prokurorisë, finalizuan operacionin e koduar Hold On, pas informacioneve të siguruara në rrugë operative se në katin e dytë të një objekti në bulevardin Gjergj Fishta ushtrohej aktivitet mashtrues. Gjatë kontrollit në ambientet e përshtatura me 10 poste pune, policia kapi në flagrancë 49 shtetas gjatë ushtrimit të aktivitetit, për të cilët nisi procedimi penal në gjendje të lirë. Në cilësinë e provës materiale u sekuestruan gjithsej 107 pajisje dhe materiale të tjera me interes për hetimin. Konkretisht u bllokuan 94 kompjuter, 11 telefona celular dhe 2 iPad, të cilat dyshohet se përdoreshin për realizimin e mashtrimeve kompjuterike. Materialet procedurale janë referuar Prokurorisë së Tiranës për veprime të mëtejshme hetimore.